Selamu alaikum. Nëse thot në kush s'ta ban halal, a hyn në xhenet? Aleikum selam wa rahmatullah. O përgjigja më herët, por e kisha pështjellu pak edhe e fshin atë video, po e bëj për së dyti, mos më këtë shkuptu. Në më thonë, pa marrë shembull, unë i kom bot dikuj një mëkat, kemi qartë, edhe a i s'po më ban halal. Në anën tjetër, unë kom po krejt mirat gjatë jetës, adhurime, seneve, në ditën e kiametit, unë e kam qatë vrejtje ati që ja kom bon një të keq që a i s'po më ban halal. Po, të mirat që i kam ka ona tjetër, janë qatë shumë, sa unë e parimisht, inshallah thale me rahmetin Allahut, e kam gjenetin e garantum. Po s'muj me hyjë unë në gjenet, dhe pse kam garantum, pa u halashtis, pa ja marrë halalin që ati personit, ose pa ja la hakin që ati personit që i kom ba unë e keq dikur ati, që ati ju ka tek zdo me ma falë mu. E luti unë e sene vene, atër Allahu më thot mu ka dalë. Këtheja njerit hakin. Edhe që o mune, ja jap ati dë sevape, qëtë sa duhet mi dhanë, jo sot lypaj, që a i mund me lyp kretë sevapët mu. Po aty është Allahu gjykatësi, për shambull, ja kum ba një gjëna që peshon, po marrë që shambull, 50 kg, pa këthejnë kilogram, 50 kg, gjënahe, ja kum ba unë ati. Aj tash, ja japun ati 50 kg sevape, muapet mjesën sevape me vazhdu për gjenet. Por, mja dhon njerit hakin, Në momentin që, dhe më thonë, aj masane edhe nëse thot, e që unë edhe pse mi ka dhonë këj sevape, unë apet s'kam ja falë ti, na i themi, ose Zoti thot, a, kry tash filme, te mora hakin tanë, le njeri le të ecë për gjenet. Po nëse ndodhë që, unë i kom bo dikuj gjëna, ose dikuj që ka bo, tash s'pëdu unë me thonë unë, dikuj që ka bo, tjetër gjëna. Edhe, në ditë kiametit, që ka bo gjëna ndaj tjetërit, s'ka sevape. Allahu kur t'i ballafaqoj të dytë, a i s'fë në merë hakin e vetë se s'ka sevape ky mi dhonë. Ja ka ba ati një gjëna 50 kile. S'ka sevape 50 kile me i dhonë. Që ka bën? Ja merë gjëna atë ati. 50 kg gjëna i manë për vete. Edhe në këtë formë, batë 0-0. Ky është për xhehenem, plus edhe 50 kile u kanë ranu në shpinën e vetë me gjënahe, hala ma thellë më konë xhehenem. Allah mas më bafë mua si uve prej kësaj kategorie. Pra po besoj që tash e keni ma të qartë se sa që isha në një vend dhe po më pengon të dikush aty afer dhe ma kish përzi